Dhe gjithmonë ata që kanë qenë musliman, domethënë të nënshtruar ndaj Allahut dhe që i kanë pasuar pejgambert, kanë qenë me këtë moral. Kurse ata që janë larguar prej kësaj rruge, thotë e kanë harruar turpin dhe e kanë shndruar sigurisht diçka negative. Edhe këtë e dim, edhe sidomos ata që jetojnë në Perëndim, e dinë se thotë që në fillim të fëmirisë mundohen të mësojnë dhe të edukojnë fëmijët që nuk duhet që turpi është diçka negative. Domethënë që është shumë e keqe. Edhe i bëjnë të kenë turprohen të kenë turp. Domethënë është prej punëve më të padëshiruara te mosbesimtarët. Kurse te muslimani është prej bazave dhe themeleve të moralit dhe mirësisë. Turpi është, do thot, prej moraleve më të bukura dhe më të larta, më të rëndësishme. Madje në realitet turpi është veçoria e njeriut. Nuk ka përveç njeriut krijesa të tjera që i shohim nuk ekzistojnë të ato turpi. Prandaj nëse njeriu nuk ka turp, atëherë, do të thonë, nuk mbetet prej njerëzillëkut të tij asgjë, përveç se forma. Do të thonë vetëm që e ka formën, prandaj atyre ju duket sikur e kanë prardhën nga majmuni, sepse nuk din tjetër çka i dallon nga majmuni. Padyshim se njeriu e dallon kjo çështje, ky moral.